pro PS se Hidayet Beqiri, edhe ai mendon si unë. Po. Mirë, unë jam reaksionar. Po. Armiku klasës. Po jemi. Të çu kam qenë që kotë verit. Ne nuk jena pro PS, ne jena për t'i thonë gjonat ashtu si qon. Jo. Pro ta ditë që i ka hakun. Po. Pavarësisht shkollës dhe formimit. Tani gjë. Si ka mundësi që unë kam kontakte nga gjyqtar që janë tani gjyqtar, që thonë je shumë i sakt. Ata nuk përmendohen publikisht, e kuptoj. Ore je i sakt tonë ata. Po. Si ka mundësi? Ore, po kush janë këta që i këshillojnë ta? Po mime, po ta kishim bërë këtë shkarkim. Ore, me po se ti mendon se sa po mbushën 3 muaj. Gjë. Atëherë çau i prish pazari politik. Aty po të dali Rama ti thot bëj kikiki aty te pallati i brigadave, do hypi majt pleut e do bëj kikiki jo burr. Ç'lidhje ka kjo nëse jemi ne me shkollë apo pa shkollë? Ktu nuk është luftë shkollas. Tu është luftë e atyre që kanë kapur pushtetin, ja kanë delegu baromit i qik pushtet të ndjet pozicion rroge dhe administrimi të pallatit brigadave. Ky ai shkopshtari i pallatit brigadave nuk ka asnjë lloj. Dakor, unë më shumë unë e di që kam drejtu, sido që vendosi dhe gjykata kushtetuese. Po ka dhe gjykata kushtetuese ishte shprehur, më fal, se po e sheh me përparësi ankimimin Kryebashkiaku Tiranës Ervelia për vendimin e shkarkimit nga qeveria. Po në fakt, sepse do desha dilja se ky është reagimi i gjykatës kushtetuese për shqiptare.com apo Report TV, më saktë, por në fakt do dilja tek pjesa e asaj që pse nuk shprehet gjykata kushtetuese që po e sheh me përparësi dekretin e presidentit përpara se të shofi se dekreti i presidentit po zollon komplet. Po ti mendon që po të kishim ne gjykatë kushtetuese, ne do kishim të kod zgjedhor? Po të kishim gjykatë kushtetuese. Po. Se gjykatën e kemi, po Kodi zgjedhor ka vrarë demokracinë brenda partive. Po. Dhe vazhdojmë. Partitë që kanë vrarë demokracinë brenda tyre, pa ku nuk është funksionale, sidomos demokracia nga poshtë lart, thotë, janë në kundërshtim me ligjin parti politike edhe kushtetutën. Dhe duhet të regjistrohen. Kështu i bie që të gjitha partitë, asnjë parti nuk funksionon të mënyrë demokratike dhe këto që janë lëvizje të reja, që janë të persona të ndryshëm, jo lapa i qorë të tjerë. Të gjitha këto që nuk kanë zbatuar statutin e tyre, pra kushtetutën e tyre, të regjistruar në gjykatë, Ministri i Drejtësisë, Komision Qendror nuk ka rëndësi, bile dhe ato që nuk zbatojnë programin elektoral kur vin pushtet, ato duhet dalin të jashtëligjshëm. Ne do të vim në këtë pikë që kur ti thua sot dhe premton sot, nuk mundesh ti që këtë që më ke thonë sot në fushat mos e zbatosh nesër sipas afateve. A është vegël e Ramës, peneli i Ramës, begaj? Se kemi i tablot madhe pikture. Kemi piktorin, kemi peizazhin që ne e shohim her pas here, kemi edhe penelin. A është ose ndoshta mos saktë bërat? Ky është hapi i parë serioz për treguar që po ushtron në kompetencë plot drejtimin e presidentit Bega apo jo. Unë jam që presidenti të zgjidhet nga populli. Unë jam që gjykatësi të zgjidhet nga populli. Unë jam me modeli amerikan. Bile jam me që po na vonon Europa e tjerë. A ka mundësi ta mendojmë edhe në një antarësim si vendi 51 me Amerikën apo jo? Se asnjë nuk bin dakord në një mendje europianët, del njerë Greqia, njerë Bullgaria, njerë Hungaria, për të na penguar. Ne u bëm 40 vjet u plakëm si populli Mojsiut, lumin Jordan për shkuar në tokën e premtuar, për shkuar në Europë. A ka mundësi t'i bindim ata që ne duam bashkojmë me ju, se ne ato duam. Ato kemi aleatë për të mëdhej. Sa do që dikush më mos i marrë seriozisht. Ata bile janë edhe garant për Europën sot, që s'është gjendje të ruaj suverenitetin e saj në shumë aspekte. A ka mundësi, mendojmë të edhe të marrim për tyre edhe mënyrën e funksionimit brendshëm, se ne edhe ato ligje që kemi në letër, ligje si kemi të sakta, po i kemi edhe në letër. Ta morën ca ligje nga Europa, një nga bisedat që kam pas bërë dikur me një nga drejtues e takoja shpesh, pinim kafe shpesh, Tomar Males, një nga drejtues të Kuvendit Popullor. Ka qenë intelektual kalibri. Nuk jeton mëse. I vinte plasje kur ne bëm një kod civil duke marrë një pjesë nga Italia, nga Franca edhe nga Zvicra. Pra nuk morëm një të tërë. Dhe ta merrnim me gjithë
komentar. Po, komentarës s'em përfshirë fare. Edhe këtu për punë e kushtetutës, ku janë komentarët? S'ka. Po që do? Ajo merret me të mirën dhe të keqen, ka dhe riskun tjetër aty. Po i merr me komentarë. Edhe këtu roli i këtyre gjykatësve zvoglohet. Roli subjektiv i tyre. Ne kemi lënë një fushë pa parë gjykatës. Këtë bindje ka mund, thot ai, jo, ti e ke do zgjedhësh për këtë çështje, ke këto precedent. Prandaj kam pas përplasje me Clifford Chansin, se thonin ne s'kemi precedent. Unë guxova të mendoj, ore ky është rast i ri. Unë po mendoj jashtë kornizave. Edhe pata drejt. Desh Zoti dhe pata drejt. Po pata e thash mendimin siç e mendoja. Dhe atë analiza që i bëja gjës atje, thash nuk e shoh. Unë mendoj që shkaku kryesor është kjo, unë kam pas thënë të drejtën. Shkaku kryesor është një forcë madhore. I thash në rastin e parë, çfarë është forcë madhore, diçka që palët nuk e parashikojnë dot dhe nuk e shmangin dot edhe kur japin të gjithë kontributin e tyre për të shmangur. Edhe ishin një kontratë, kishin krijuar detyrim pikërisht për një forcë madhore jashtë tyre, jashtë palëve. Edhe kur gjeta precedentin, nuk u bindet se ishte një precedent që vinte një nga Palestina, një nga Irani. Po kështu ishte. Atje për forcë madhore ishin dash bën një kazino, erdhi revolucioni italian, qeveria e fshiu, forcë madhore është. Unë me ty si investitor të uaj dhe unë si vendat, hajde investo, po di unë se ndryshon në bazë civilizacionit që ishte, ndryshon sistemi, kështu ndodhi jetë. Edhe realisht ka qenë dhe i kusur tjetër, po për qeverin Berisha, një 9.ca milion euro, me lojën politike që ai bëri në 2012. Por, nuk i hymë se të thonin ky që ka i smur tani qiqik në bas Berishës. Nuk doni ata kosatoni këtë, merë në jume të punë. Unë e kam bërë punën time. Kam treguar natyrën se çfarë është berishizmi si politikë edhe në opozitë dhe në qeveri. Por Romeo, tek pjesa e kushtetutës paktën ose tek tani, unë nuk besoj se përpos asajt betejës politike midis dy maliqve. Në këndvështrimin tim, minimalisht paktën në mos respektimin e kushtetutës ose të qoftë edhe të pushtetit vendor, si thua, të ligjeve që kanë bërë neneve që kanë bërë me pushtetin vendor, është vetëm dora e Edi Ramës. Nuk ka lidhje opozita. Pra, nuk ishte Berisha që i kërkoi Ramës ta vononte 7 muaj, 8 muaj shkarkimin e Erionit. Nuk thash gjë. Jo, s'po them se do të dal, nuk po them. Nuk ishte Berisha që i tha Ramës komando dikë ti për momentin derisa ti dali gjyqi gjykat lart Erionit për masën. Nuk ishte Berisha që mblodhi këshilltarët socialistë, shkarkonin Erionin, nuk ishte Berisha që i tha Ramës që basi ta shkarkojnë çoje tek Këshilli i Ministrave. Ka diçka për plotësim dhe kjo. Po mirë, po pra, desha të pyesja. Desha të pyesja edhe mund të argumentosh. Nuk ishte Berisha që i tha Begaj që nxito ti të shpallësh datën se kështu më intereson mu, po ishte Rama se këtyre as që më intereson dhe i datë e shpejt. Ky do me konfirmu vetë se nuk ka vjedhur votat e pretendimit që ka opozita të 11 Sot e kam majt. thonë që qëllimi ti është të rikonfirmoj zgjedhjet e përgjithshme për tregu që unë nuk i kam vjedhur. Kurse mbas edhe për t'i dhënë një dajak tjetër atij, që është në burg tani se interesat ta i din si janë